Në një atmosferë të mrekullueshme ku mikpritja me fjalën e Zotit është formulë përshëndetëse, fshati Pjetërshan në Gjakovë është ndëruar në destinacion të preferuar për vizitorët dhe turistët për të festuar Krishtlindjen dhe Vitin e Ri. Atmosfera jashtëzakonisht e bukur e përshtatshme. Urojmë gjithëve Krishtlindjet. Me prit që shumë tjera, po që shtetet tona të mira të Zotit. Është një vend ku ta ngroh shpirtin edhe të lumturon nga brenda. Që prej muajit tetor, të rinjtë e Pjetërshanit kanë nisur dekorimin, duke e cilësuar fshatin e tyre si vendin më festiv në Kosovë, ndaj ndihen të gëzuar që çdo vit vizitohen nga mijëra njerëz. Dekorimi i fshatit Pjetërshan tashmë është kthyer në një traditë. Kjo është fal punës që bajnë vullnetarët në bashkëpunim me famulitarin. Edhe këtë vit ka një punë të mirë, e cila është bën një gërshëtimin mes tradicionales dhe modernes. Edhe kjo ka nxit më shumë vizitorë se herë tjera, duke ardhur nga Shqipëria edhe vende të ndryshme të Kosovës. Ndjem shumë i lumtur sepse kem arritur të bëjmë ata që kem synuar. Atmosfera është shumë e mirë, është tipike e lidhur me kohën e Krishtlindjes, është një pasërim shoqëror duke u bazuar në Krishtlindje. Në një gërshetim të tradicionales me modernen, të rinjt janë përpjekur të ruajnë traditën vendase, duke ndërtuar Betlehemin në ambiente që u ngjasojnë kullave të Kosovës. Kësaj, Dom Marian Topalli shprehet se qëllimi nuk është thjesht ndriçimi i fshatit, por përjetimi që njerëzit marrin nga drita e foshnjës hyjnore. Sigurisht, për ne nuk është vetëm qëllimi i ndriçimit dhe i zbukurimit, por qëllimi është ata që vinë ta përjetojnë këtë ndriçim nga jashtë, por të deportoj edhe nga brenda tek ajo dritë e Krishtit të foshnjës hyjnore. Sigurisht ka vizitorë të shumë, jo vetëm nga zona përreth, por edhe nga gjithë Kosova, edhe nga Shqipëria sigurisht, dhe jemi të lumtur që kemi momente të përbashkëta. Kryetari i Komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, e cilëson nismën e të rinjve, një vlerë të shtuar që zona ju ofron turistëve. Ju në Pjetërshan, gjithë bashkë, jeni të e bo këtë komunën e Gjakovës më të bukur, jeni të e bo edhe Kosovën më të bukur. Me të vërtet, po e shëndrani këtë vend në atrakcion. Fal këtij pelegrinazhi turistik, vizitorët e quajnë Pjetërshanin fshati i Krishtlindjes.